Shqipëria, edhe pse vijon të rrezikohet nga përhapja e malarjes, ekspertët e shëndetit publik kanë konfirmuar se 15 rastet e diagnostifikuara janë të importuara nga vendet e huaja. Në një përëndësim për mediat, kreu i Institutit të Shëndetit Publik pohoi se në Vlorë dhe në Fier është identifikuar mushkonja Anafela, e cila është shkaku i përhapjes së kësaj sëmundje. Ne sot që po flasim nuk kemi transmetime të malarjes në vendin tonë, pra nga personat që kanë pasur këtë llogari deri persona të tjerë. Dhe kjo ka të bëjë me fakti që numri i tyre është shumë i vogël dhe nuk mundet akoma që të ketë mundësi për të ndikojë deri në proces. Instituti i Shëndetit Publik bashkë me pushtetin lokal ka nisur dezinfektimin për të gjitha zonat e rrezikuara. Sipas ISHP-s, zonat nuk do të dezinfektohen nga ajri, por nga toka për shkak të ruajtjes së ekosistemit. Menduar ose për të mos pritur që zgjidhjet ta marrin nga ajri kur mbase ekzistojnë ose nuk ekzistojnë mundësi për këtë problem, unë mendoj që në radhë parë ne duhet të përqendrojmë forca në ato gjëra që janë realisht të mundshme të realizuara për një kohë të shkurtër dhe që janë masa shumë efektive. Që përsëri do kthehemi tek dezinfektimi apo dezinsektimi apo deratizimi. Përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik kanë kërkuar bashkëpunimin me pushtetin vendor, mbajtjen e situatës nën kontroll. Sëmundja e malarjes rishfaqet në Shqipëri pas 50 vitesh, por frika për përhapjen e saj mbetet e madhe.